Sa më shumë afrohet data, aq më shumë partitë politike përsërisin frazën se do të jenë fitues absolut të zgjedhjeve lokale. Kryeparlamentari Afrim Gashi pas takimit me gazetarët tha se brenda koalicionit vlen atmosfera është fantastike dhe se po përzgjidhen kandidatët më të mirë. Gashi tha se në logo të koalicionit vlen në këtë zgjedhje do të paraqiten edhe kandidat mbipartiak që vijnë nga sektori civil dhe ai i biznesit. Mohoi se brenda këtij koalicioni ka pak kënaqësi rreth ndarjes së kandidaturave në komunat të caktuara. Ju them me përgjegjësi të lartë se raportet brenda koalicionit janë të shkëlqyeshme, punohet në një ambient shumë pozitiv, përgatiten për zgjedhjet lokale dhe unë jam shumë i bindur se do të ketë efekt pozitiv. Gjithçka që flitet jashtë kësaj ka të bëjë me politikën ditore. Deputeti i Frontit Evropian Salih Murat tha se brenda Frontit Evropian vetëm dihen disa emra që do të garojnë në këtë zgjedhje, të cilat sipas tij do të fitohen në mënyrë absolute nga koalicioni opozitar. Tha se janë në përfundim anketat dhe matje që po bëhen dhe se Fronti Evropian po përzgjedh kandidaturat më të mira për garën e zgjedhjeve lokale. E them hapur, ne do të jemi fituesit absolut zgjedhjeve, nuk përjashtohet mundësia që të fitojmë të gjitha komunat. Këtë e thonë edhe matjet në terren. Jemi duke munduar të zgjedhim emrat më të mirë dhe më të pranueshëm. Jemi të hapur. Atmosfera është briliante, si koalicion do dalim me listat përbashkëta në gjitha komunat. Detajet dhe emrat konkret kandidatëve do të zbulohen brenda pak javësh. Kur jemi tek zgjedhjet lokale vlen të potencohet se aktualisht në spektrin politik shqiptar janë dy bloqe, pozita dhe opozita, dhe opsioni i tretë është aleanca e Arben Taravarit, e cila doli nga koalicioni vlen dhe aktualisht është në bisedime me Frontin Evropian.